Makeup Diary. Ditari make-upit, kështu kam vendosur që t'i quaj seritë e mia të reja, në të cilat do t'ju marr me vete për t'ju treguar pak momente backstage-i se si bëhemi gati me vajzat e ekranit dhe jo vetëm. Sot jemi me Albën. Alba është fituesja e çmimit Miss World në Miss Universe Albania dhe do të përfaqësojë Shqipërinë së shpejti në këtë kompeticion në Vietnam. Sot unë Albën duke u bërë gati tek Gjina për pushime on top. Shifemi aty në Top Channel së bashku për të folur për traditën shqiptare, për gjë më të bukur që kemi, për aromën e gjyshave. Bashkë me Andreolën dhe Muza Competition, Alba sot ka përzgjedhur disa veshje me element tradicional shqiptar. Këto veshje janë të punuara në mënyrë artizanale nga stilistët që bashkëpunojnë me Muzën. Prandaj ne kemi menduar që për make-upin të përshtasim një look shumë të thjeshtë dhe shumë natyral, duke mos bërë atë make-upin full që jemi mësuar të bëjmë. Unë do kisha pasur shumë dëshirë që të shkoja me një no make-up, tipika të make-upin që duket sikur nuk e lyer, por duke qenë që emisioni do të xhirohet në natyrë edhe jashtë shumë vap, më është dashur që make-upin ta siguroj mirë me setting powder, edhe kjo dashur pa dashur e kthen lëkurën mat, sado që ne mundohemi me highlighter, por lëkura e krijon atë shtresën edhe nuk është se mund ta quajmë pra no make-up. Edhe për syt kemi menduar që të mos bëjmë as penel dhe as xixa, por thjesht të shkojmë me disa tonalitete të ngrohta të kafes. Kemi zgjedhur një palqër pik shumë të vegjël dhe pothuajse të padukshëm për kamerën, edhe me paletën Icy Nude nga Huda Beauty kemi realizuar këtë make-upin tek pjesa e syve, duke bërë gjithashtu dhe një laps kaf brenda syrit. Unë ka kohë që nuk jam fan se lapsit të zi, sepse jo të gjithëve i shkon, dhe Alba duke qenë bjonde dhe me sy jeshil, mendoj që do të dukeshim shumë të lyera me laps të zi. Nëse dëgjoni ndonjë zhurmë të çuditshme, është që nushim këtu në dhomë dhe po ju thoja që për buzët Alba kishte dëshirë një nuancë shumë natyrale. Unë insistova që t'i bëja këtë konturin kaf, duke qenë që ajo ka një formë shumë të bukur, pse jo mos ta vinim në pa, për ta fshihnim, kështu që kam bërë këtë lapsin kaf, e kam super blenduar dhe një gloss sipër. Këtë make-upin e kemi realizuar për 20 minuta dhe mendoj që ja kemi dalë, kështu që tani presim emisionin edhe të shohim se sa bukur duket Alba edhe aty. Dhe ju përshëndet.